Si të zhdukni kollën dhe të pastroni mushkëritë nga gëlbaza në vetëm 24 orë me këtë recetë. Fillimi i dimrit dhe krijimi i komplikacioneve në ftohje mund të bëhen vërtet të dëmshme për një pjesë të madhe të njerëzve të cilët përballen edhe me alergjitë. Pastaj, kur i shtohet kësaj edhe ndotja e ajrit, mund të kenë mushkëri të cilat vuajnë më shumë. Trupi ndaj çdo gjë reagon me kollë të rëndë. Mirë po, kjo është vetëm një mënyrë që të luftoni me infeksionet dhe të nxjerrni jashtë sekrecionet e mukozës nga mushkëritë. Që se thot edhe doktori Josef Markola, kolla konsiderohet akute nëse zgjat më pak se 3 javë, konsiderohet kronike nëse zgjat më shumë se 8 javë, 4 javë kur është fjala për të vegjëlit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shkaktarët e kollës akute mund të jenë ftohja, gripi, irritimet nga ajri, inflamacioni i mushkërive, kolla e madhe e të tjera. Shkaktarët e kollës kronike janë alergjitë, astma, bronkiti, sëmundjet gastroezofageale, edhe pse shkaktarët e kollës janë të ndryshëm, kolla bën nxjerrjen e sekrecionit të mukozës nga trupi. Ky është mekanizmi i vetëm mbrojtës i trupit tuaj i krijuar që të ju lehtësojë frymëmarrjen. Ndonjëherë është e lehtë të thuhet përse kolliteni mirë po, në të mund të keni mister. Kur mundon kollitja, më së miri do të jetë të këshilloheni me mjekun, por edhe të merrni ilaçe popullore. Ju nevojiten 2 banane të pjekura, 2 lugë mjaltë të freskët dhe 400 ml ujë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Vloni ujin, shtypni bananet dhe i shtoni në ujë. I lini që tretja të ftohet rreth gjysmore. Shtoni mjaltin dhe i përzieni mirë. Merrni nga 100 ml të këtij produkti në ditë. Gjithashtu, mund të bëni edhe coptësimin e bananeve të përzierë me mjalt dhe ta konsumoni atë të ngrohtë. Kështu do të keni një lehtësim më të mirë kundër problemeve të sekrecioneve. Nëse sekrecionet e mushkërive vazhdojnë prekosh, drejtohuni tek mjeku për të marrë trajtimin e specializuar, ose edhe mund të konsumoni këto lëngje vazhdimisht gjatë ditës për të mbrojtur veten kundër këtyre komplikacioneve. Shtoni në dietën tuaj çajin jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo do ju ndihmojë dukshëm të pastroni organizmin tuaj, si dhe të ruani një sistem më të mirë të sistemit tretës dhe të mbani larg edhe komplikacionet e tyre. Çaji jeshil mund të kombinohet shumë mirë edhe me xhenxhefilin, dhe vlerat që do t'japin organizmit tuaj do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të mira lehtësuese kundër problemit të ftohjes. Çaji jeshil kombinohet me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin dhe mund të arrijë një rezultat mjaft të mirë në lehtësimin e problemeve të frymëmarrjes. Lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit gjithashtu është shumë i pasur me elementë të mirë ushqyes, të cilët mund të japin rezultate fantastike edhe në lehtësimin e problemeve të frymëmarrjes. Lëngu i boronicës së kuqe ose edhe lëngu i ananasit mund të japin rezultate të mira në këtë rast. Këto fruta janë të pasur me antioksidant dhe lëngu i tyre mund të pihet çdo ditë në mes të vakteve ose edhe gjatë drekës. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë shmangni pijet e gazuara dhe ato alkolike pasi mund të shkaktojnë edhe probleme për shëndetin tuaj. Lëngu i karrotës gjithashtu mund të jetë një zgjidhje lehtësuese kundër komplikacioneve të ftohjes. Karrota është e pasur me beta-karoten, vitaminën A, vitaminën K, C dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë mund të ulin riskun e problemeve të mushkërive. Xhenxhefili është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të shtuar në dietën tuaj. Do të japë rezultate fantastike edhe për frymëmarrjen. Xhenxhefili është një aleat i mirë i organizmit kundër këtyre komplikacioneve, dhe si i tillë do të japë rezultate të mira për shëndetin tuaj. Ushqimet e pasura gjithashtu me antioksidantë janë një zgjidhje përkatëse efektive në lehtësimin e sekrecioneve të mushkërive dhe mund të jenë gjithashtu një mburojë e mirë e trupit tuaj kundër këtyre komplikacioneve. Spinaqi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rrushi janë ushqime të pasura me antioksidantë që forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkërive dhe të frymëmarrjes.
Andaj, kujdesuni më shumë për sistemin tuaj respirator në mënyrë që të keni edhe një lehtësim kundër këtyre komplikacioneve. Shumë persona jetojnë në jetën e tyre me mushkëri të shëndetshme, por më pas ata pengohen nga problemet e frymëmarrjes, ndërsa ka dhe ata të tjerë duanpirës që prej vitesh nuk kanë asnjë shqetësim. Nuk ka asnjë mister se si një dietë prej 3 ditësh mund të pastrojë mushkëritë tuaja dhe të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e sekrecioneve gjatë këtyre problemeve. Trupi ka nevojë të lirohet nga toksinat e krijuara nga dhe ushqimet me origjinë shtatëzore dhe përpara se të filloni të pastroni mushkëritë, kujdesuni më shumë për atë që shtoni në dietën tuaj. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni edhe sistemin e frymëmarrjes. Problemi i gëlbazës është ndër problemet më të mëdha në botë, edhe pse nuk shkakton ndonjë problem të madh shëndetësor, ul ndjeshëm cilësinë e jetës. Megjithatë, mund të jetë e mundur të kapërcehen këto probleme me metoda natyrale. Gëlbaza është një lëngjëllojt mukus që mbron mushkëritë dhe traktin e poshtëm të frymëmarrjes. Zakonisht rritet gjatë ftohjes dhe infeksioneve të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes dhe mund të shkaktojë gjithashtu edhe probleme të ndryshme. Prandaj, kujdesuni më shumë për sistemin e frymëmarrjes, të merrni recetat e duhura dhe të mbani nën kontroll këto komplikacione. Në kushte normale, ekzistojnë ekuilibra të prodhimit dhe pastrimit të gëlbazës. Prodhimi i përshtymes së bashku me kollën mund të ndodhë si pasojë e prishjes së këtij ekuilibri. Në të njëjtën kohë, një rritje e prodhimit të sekrecioneve në rrugët e frymëmarrjes mund të ketë edhe raste të tilla si sinuset, gripi, ngjarjet alergjike, sekrecione të mëdha dhe bllokimi i rrugëve të frymëmarrjes. Por ju mund të realizoni receta të ndryshme në kushte shtëpie, të cilat do ju ndihmojnë në lehtësimin e këtij shqetësimi. Nëse prodhimi i sekrecioneve në rrugët e frymëmarrjes vazhdon për një kohë të gjatë, ai mund të grumbullohet në nivele të ndryshme të sistemit të frymëmarrjes dhe të shkaktojë gjithashtu obstruksion. Mukoza e grumbulluar si rezultat i pastrimit jo adekuat të rrugëve të frymëmarrjes mund të japë rrugë infeksioneve të shkaktuar nga mikroorganizmat e dëmshëm Citonelthnine. Receta që ju duhet në realizimin e kësaj është kjo. Merrni si fillim ta përbërës, një qep, një thelpi udhër, një gotë me ujë të nxehtë, 3 lugë me mjaltë, lëngun e një limoni, 1 lugë çaj kanellë dhe një gjysmë lugë çaj kanellë pluhur dhe xhenxhefil pluhur. Për përgatitjen e kësaj recete natyrale, fillimisht, ngrini qepën dhe hudhër në kubik dhe vendosni ato në kavanoz. Hidhni mbi të një gotë me ujë të nxehtë dhe mbyllni kapakun. E lini përzierjen të qëndrojë derisa të ftohet. Pasi të ftohet, kolloni ujin dhe hidhni në një enë. Më pas shtoni përbërësit e tjerë në kavanoz. Mbylleni kapakun dhe tundni mirë. Mund ta pini ato 2 ose 3 lugë pas çdo vakti. Gjithashtu është një mënyrë shumë e mirë për të lehtësuar problemet tuaja të sekrecioneve, citon studimi. Ekspertët e mjekësisë alternative pohojnë gjithashtu se kjo përzierje ka efekte të mira lehtësuese në sistemin tuaj të frymëmarrjes dhe rezultatet që do t'i merrni në këto raste janë fantastike edhe për lehtësimin e komplikacioneve tuaja. Gjithashtu mund të ndiqni edhe mënyra alternative në kushte shtëpie të cilat mund të ndihmojnë edhe në lehtësimin e problemeve të frymëmarrjes. Stërvitja. Stërvitja bën që muskujt të punojnë më shumë. Kjo ngre ritmin e frymëmarrjes duke çuar në një furnizim më të madh të muskujve me oksigjen. Në këtë mënyrë përmirësohet qarkullimi i gjakut duke bërë trupin më efikas në eliminimin e tepërt të dioksidit të karbonit që trupi prodhon kur ushtrohet. Me kalimin e kohës, muskujt do të fillojnë të përdorin oksigjenin në mënyrë efikase dhe të prodhojnë më pak dioksid karboni. Njerëzit me probleme të rënda të mushkërive duhet të këshillohen fillimisht me mjekun e tyre. Çaji jeshil përmban antioksidant, të cilët ndihmojnë në reduktimin e inflamacioneve të mushkërive. Këshillohet të përfshini në regjimin tuaj ushqimor produkte siç janë turmeriku, zarzavatet jeshile, qershitë, boronicat, ullin, farat, fasulet, thjerëzat e të tjera. Nëse gjendja juaj është e rënduar për një kohë të gjatë, drejtohuni tek mjeku për të marrë trajtimin e specializuar, pasi në të kundërt mund të rëndohet gjithashtu më shumë shëndeti juaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.